Policia e Strumicës ka paraqitur kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike kundër ish-kryetarit të Strumicës Konstantin Kostadinov dhe 5 personave të tjerë për dyshime për keqpërdërim të procedurës së prokurimit publik të 10 autobusëve elektrik në vlerë të përgjithshme prej 6.9 milion eurove. Konstantinov ngarkohet me veprën penale keqpërdërimi procedurës për thirrje publike, dhënies së kontratës për prokurim publik apo partneritetit publiko-privat. Në kallëzim thuhet se në cilësinë e kryetarit të komunës, Konstantinov i ka tejkaluar rregullat e procedurës së prokurimit publik për blerjen e autobusëve për nevojat e ndërmarrjes së transportit publik Strumica Transport dhe e ka angazhuar përgjegjësin për çështje teknike për pjesëmarrjen në vlerësimin teknik të ofertave, si dhe për mbikëqyrjen e zbatimit dhe realizimit të kontratës, edhe pse ai nuk i ka pasur kualifikimet e nevojshme dhe licencën A të kërkuar për mbikëqyrje në fushën e inxhinierisë elektrike, e cila lëshohet nga dhoma e arkitektëve dhe inxhinierëve të autorizuar. Janë paraqitur kallëzime penale edhe kundër personave DPS 61 nga Strumica, KB 37 nga Bogdanci, LJ 63 nga fshati Novoselle e Strumicës dhe LG 62 nga Strumica, për shkak të dyshimit se kanë kryer veprën penale punimi pa ndërgjegjshëm në shërbim, si dhe kundër GP 58 vjeç nga Shkupi, për shkak të dyshimit se kanë ndihmuar në kryerjen e veprave penale, keqpërdorimi procedurës për thirrje publike, dhënie të kontratës për prokurim publik ose partneritet publiko-privat dhe kryerje e pakujdesshme e detyrës. Ndërkaq i denoncuari DPS në cilësinë e drejtorit të ndërmarrjes së transportit publik Strumica Transport nuk ka kryer mbikëqyrje mbi gjithë procedurën dhe më 12 mars 2024 e ka nënshkruar kontratën për prokurim publik të 10 autobusëve të rinj elektrik përmes lizingut financiar. Përveç dëmit material të shkaktuar në përmasa të mëdha, me këtë prokurim vihet në pikpyetje vlera reale, cilësia, siguria dhe besueshmëria e specifikimeve teknike të autobusëve elektrik të blerë.